Jemi kthyer të dashur shikues në studio dhe tashmë jemi me Rinora Gojani nga Instituti Atlas. Do të flasim për reciklimin e mbetjeve të reciklueshme ndër më të ultat kështu në Evropë, po do flasim patjetër edhe për çmimin e rrymës që pritet me u rrit gjatë muajit të ardhshëm dhe shumë tema të tjera. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që jeni këtu. Folëm para se të nisim tamam zyrtarisht intervistën që prej muajit janar apo jo keni nisë punën si Instituti Atlas dhe prej atëherë goxha të zëshëm me këto publikime edhe me analiza për këto tema të cilat na prekin gjithë secili në qytetar. Përmendi edhe shërbimin e rrymës që është aktuale tash sa ku, po edhe këtyre ditëve padyshim, por edhe ndotja e ajrit që është po ashtu një çështje shumë e rëndësishme. Do doja ta nisim pikërisht tek ndotja e ajrit, edhe një publikim që e pash që kishte të bënte pikërisht me ndikimin që kanë tek fëmijët tonë, aty ku na dhem të gjithë më së shumti. Lutem trego pak më shumë rreth idesë për të hulumtuar pikërisht ndikimin te fëmijët. Absolutisht. Faleminderit shumë për mundësinë që më qenë sot, edhe për gjitha mediat në fakt që po i dhojnë hapësirë Atlas Institut për me i diskutu këto çështje të cilat janë shumë të rëndësishme. Ne si Atlas nuk është që jemi të izbulu këto numra. Këto numra edhe çka do që publikohet kanë qenë aty. Janë në raporte të cilat ekzistojnë qoftë prej agjencive në Evropë, Bankës Botërore apo edhe institucioneve në Kosovë, mirë po janë shifra të cilat nuk kanë zë. Edhe ne po mëtojmë që këto t'i bëjmë të kuptueshme për qytetarët edhe përmes saj mandej të kërkojmë politika më të mira të cilat do ta bëjnë Kosovë më të jetueshme. Si Atlas jemi i ri, mirë po organizatë e re, mirë po si individ në sferën publike jemi tash 18 vite. Secili nga ne ka shërby në shumë organizata në mënyrë që të bëjmë Kosovën më të jetueshme dhe duke hartu politika publike. Një ndër raportet të cilat definitivisht mori shumë vëmendje është raporti UNICEF-it, i cili ka për fokus ndikimin e ajrit te fëmijët. Edhe me të drejtë, për shkak se shifrat të cilat paraqiten aty janë se PM2.5, i cili është një grimc që emitohet nga ndotja, edhe lirohet nga industria, nga prodhimi i energjisë, nga djegja e drurit, nga shumë aktivitete, arrin 367 mikrogram për metër kub, e që në Evropë e lejuara është 15. Do të thonë po flasim për 25 herë lirim më të dendun, më të madh se sa që është standardi. Kështu që me të drejtë që kjo kërkon një alarmim edhe ndryshim të asaj se si bëjmë gjithçka. Ndikimet në shëndet janë që prej frymarrjes, do të thonë probleme në frymarrje, deri te edhe zhvillimi i fëmijës. Të dhënat tregojnë se në vitin 2014 kemi pas 17.000 raste hospitalizimi si rezultat i sëmundjeve në respiratore. Edhe në qoftë se i shohim statistikat, shohim se kjo është trend në rritje. Edhe këtë duhemi të adresojmë. Në këto raste kur janë identifiku pra këta fëmijë që kanë pasur nevojë për një kujdes shëndetësor të specializuar, kanë ndodhur në një lokacion të posaçëm, në një ngjarje të veçantë apo në fakt është në një rajon? Është në përgjithësi. Unë para se me ardh sot këto, në fakt e kam rutinë ditore që në mëngjes ta shoh cilësinë e ajrit. Për shkak se Ministria apo Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka një aplikacion i cili tregon cilësinë e ajrit në gjitha stacionet të cilat monitorohet. Edhe ato janë digjitale dhe qytetari mundet mi kontrollu në aplikacion. Dhe në shumicën e vendeve, cilësia e ajrit ke fair, e përshtatshme. Do më thonë, nuk ishte e mirë. Përkundër që nuk kemi, do më thonë... Ne kënaqemi më duket edhe me fair, edhe me të përshtatshme, përderisa shumë shpesh e kemi... Të duhej më s'më kënaqur. Të paktën kur tregojmë që na jemi në ndër vendet më të lumtura, ajo tregon që neve nuk na ndikojnë këto probleme. Problemi mandej është edhe me
vdekjet e parakoshme. Ai numri i hospitalizimeve nuk ka të bëjë vetëm me fëmijët, ajo është numri i hospitalizimeve edhe te grupmosha tjera. Ndërsa vdekjet e parakoshme janë gjithashtu problematike në Kosovë, për shkak se arrin 2500 persona për milion banor. Që në BE është vetëm 194 për milion banor. Pra po flasim për një diferencë shumë të madhe në mes të Kosovës edhe vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo duhet me na alarmu. Prej nga vjen kjo ndotje është prej aktivitetit njerëzor. I atribohet prodhimit të energjisë, që e kemi përmes termocentraleve, që i kemi termocentralet më të vjetra në Evropë, e besa, kemi fillu me konkurua dhe me botën. Kështu që ky vend i vogël, Kosova, konkurën për çështje të tilla. Vendet shumë zhvillume. Termocentrali vazhdojnë me qenë një ndër ndocit e mëdhej për shkak të mungesës së filtrave të cilët mungojnë në këto përkundër tentativave dhe përpjekjeve që të ketë rehabilitime edhe vendosje të filtrave në të. Gjithashtu, një ndër shkaktarët tjerë është edhe automjetet. Flota e automjeteve në Kosovë, na kemi edhe një analizë për këtë çështje, kemi marrë numrat e veturave të regjistrume në Kosovë nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe na del se 82% e veturave në Kosovë janë me naftë, dizel. Pjesa tjetër është benzin, edhe tashmë ka fillu disa edhe vetura elektrike. Dimrin ndez ma mirë. Si duket. Ajo është arsyeja. E tash me që fillova gjithë kronologjinë me krahasu me vendet e Bashkimit Evropian, nëse na kemi 82%, në BE është vetëm 13.6% vetura naftë. E në fakt, ka incentiva shumë të mëdha të cilat janë, ose skema mbështetëse të cilat janë të mundu që mi ndru ato në vetura elektrike. Edhe një gjatë tjetër që e bën alarmante sektorin e transportit, ka të bëj edhe me vjetërsinë e këtyre veturave që sillen nëpër rrugët e Kosovës, për shkak se 80% e veturave janë më të vjetra se 10 vjet. Kështu që këto janë statistikat të cilat i kemi marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe analizën të cilën e kemi bërë në bazë të cilës edhe i kemi nxjerrë të dhënat. Me rajonin si jemi, se ne thamë Evropën, po si marrim këto vende që janë më të përafërta edhe ekonomikisht edhe me rajonin jemi duke konkuru. Edhe me Maqedoninë, edhe me Shqipërinë. Fatkeqësisht, nuk jemi mirë, sidomos për gjithë këto që i përmenda. Qoftë për vdekjen numrin e vdekjeve të parakoshme, qoftë me numrin e të hospitalizuarve, qoftë me llojin e energjisë që përdorim, domethënë me gjitha, fatkeqësisht jemi tu kryesu. Mirë po në këtë rast, po them për keq. Edhe një gjë alarmante në sektorin e mjedisit, në përgjithësi kisha me thonë, edhe e cila ka dalë, në fakt dy kisha dashur mi përmend, raporti Bankës Botërore nga i cili kemi nxjerrë shumë të dhëna gjithashtu, Kosovën e klasifikohen si një ndër 10 vendet më të ndotura në botë. Kështu që edhe kjo është një e dhënë që duhet na alarmoj. Kur i shohim gjithashtu numrat se sa Kosova kolekton si taks mjedisore, shuma është mjaft e madhe. Do më thonë, gjithmonë kemi kolektim të lartë, për shembull në vitin 2023 janë mbledhur 340 milion e 337.288 euro në emër të mjedisit, si taks mjedisore, mirë po kur e shohim se sa janë investuar në fakt në mjedis, janë vetëm 7.9 milion. Do më thonë, kolektojmë shifra të mëdha, ndërsa investojmë shumë pak. Kështu që edhe grafet tona në qoftë se i shihni këtë disbalancë. Kjo nuk është që nuk ka qenë edhe viteve paraprake, po të paktën në vitin 2019, nëse nuk gaboj, investimi ka qenë diku rreth 21 ose 23 milion. E tash përmeron në 7.9. Është dallim shumë i madh edhe paraqet shumë probleme. Nora, po në aspektin kështu ma afatgjat, cila do t'jenë pasojat, se
Po flasim edhe është fati mirë që edhe në Kosovë është një sensibilizim për të drejtën, sidomos viteve të fundit. Shembull e shohim taksit që shembull këtu në kryeqytet pak janë gjitha elektrike, shumica faktikisht elektrike dhe ka filluar pak me u përmirësu. Ka shumë iniciativa individuale, por jo në aspektin dhe jo vetëm. Komuna e Prishtinës ka nxjerrë një rregullore, të cilën në një mënyrë i ka qitë kompanitë që të mendojnë për profitin, edhe kanë pa që është më leverdishme në qoftë se investohet në vetura elektrike se sa të vazhdohet me mendsinë e vjetër. Kështu që politikat të tilla në gjitha qendrat e Kosovës, po madje edhe në nivelin nacional, duhet me u mendu edhe kjo bjen ndryshimin. Se nuk mendoj që ka qenë vetëm nism ose nism vetanake e kompanive të taksive, mirë po është edhe aspekt ekonomik. Gjithçka përkthehet në numra edhe më pastaj edhe në të hyra ekonomike. Mirë, po cilat do të jenë pasojat nëse nuk do të ketë përmirësim ose nuk do të ketë kështu iniciativa edhe më mëdha, jo vetëm të ndonjë prej komunave, po kështu në përgjithësi që të bëhet ky kështu një politikë gjithëpërfshirëse në gjithë Kosovën. Pasojat mendoj që ky trendi në rritje veç do vazhdoj. Edhe numrat do të vazhdojnë të rriten, edhe gjendja do të jetë shumë e vështirë për një person që jeton në një ose lind në një ambient të ngulfatur dhe jeton gjatë gjithë jetës në një ambient të tillë, atëherë mendoj mos që edhe jetëgjatësia e kosovarëve do të zvoglohet. Kështu ashtu jetëgjatësia e kosovarëve është më e vogël se sa e vendeve në rajon, e mos të flasim edhe për vende tjera. Kështu që më shumë kisha dashur me u fokusu në ato se çka duhet me bojnë gjithë secili prej nesh. Përveç vedisimit që ato jemi tu mundu me e bo, ne edhe ju falenderojmë shumë edhe për hapësirën që po e jepni, është institucionet duhen me monitoru cilësinë e ajrit dhe të bëjnë politika bazu në numra. Diçka e cila nuk pen ujë më është business as usual. Në qoftë se vazhdojmë njëjtë, pa i marrë për bazë numrat edhe trendin. Pikrisht. Nuk mundemi me marrë copy-paste gjona prej vendeve tjera, mirë po realiteti vlerësohet sipas gjendjes në terren. Gjendja në terren nuk tregon që është e mirë, kështu që nuk e kemi më luksin që ne me bo hapa të vegjël, mirë po tani jemi në ato që duhemi me bo hapa radikal dhe në secilin nivel. Si individ, mundemi me bo shumë, me ndru lifestyle-in, mënyrën e jetesës tonë, mandej për shembull, me ecë më shumë, me përdor bicikleta më shumë, në shtëpitë tona gjithashtu përdorimi i filtrave të ajrit është i rekomandueshëm, çka nuk rekomandohet është përdorimi i energjisë elektrike për ngrohje. Kam parasysh që shumë e vendet, në fakt në vendet të Bashkimit Evropian, nuk mendohet që të ngrohen hapësirat me energji elektrike, për shkak se ai efekti për të cilin besoj që edhe do flasim ande edhe për çmimin e energjisë, vjen edhe si rezultat të mënyrës përdorimit të energjisë që e kemi na dhe qysh e konsumojmë. Mandej do të nxiten politika mjedisore. Çdo politikë në një mënyrë ka ndikim edhe në mjedis. Kështu që kjo duhet eliminohet. Kosova tani më ka filluar edhe në hartimin e planeve nacionale për energji dhe klimë, të cilat i prekin edhe aspektin e financave, edhe aspektin juridik, gjithçka, domethënë edhe sektor të ndryshëm për shkak e bujqësinë. Kështu që në qoftë se ndrohen gjitha strategjit, duke mendu edhe për efektin mjedisor, me do e mos do të kemi përmirësim të gjendjes. Qartë. Besoj se këtu një rol të rëndësishëm do të mund të kishte edhe nëse bëhet riciklimi i mbetjeve apo jo, një problematikë e cila vetëm në këtë studio është folur 10 herë, po besoj se kjo tregon për rëndësinë që ka kjo si tematikë, megjithatë ende s'po bëhet pothuajse asgjë apo jo në këtë aspekt. Fatkeqësisht, numrat tregojnë që vetëm 2.5 e mbetjeve në Kosovë reciklohet. Potenciali është shumë i madh. Përfitimet pastaj. Përfitimet janë shumë ndaja. Unë gjithmonë e marr një shembull kur flas me shoqëni ose me familje, them pse në rrugët e Kosovës ma nuk shohim kanaçe.
si mbetje. Për shkak se ato shihen si produkt i cili mund të shitet edhe të krijojnë të hyra. Janë disa lloje të mbetjeve të cilat, në fakt, shumë reciklohen, mirë po në Kosovë disa kanë avancu dhe disa të tjera jo. Për shembull, letra dhe kartoni janë disa materiale të cilat reciklohen në Kosovë, edhe, se me thonë, ka një industri të këtij lloji. Për plastikën nuk mund të më thënë. Plastika është një lloj i mbetjeve i cili ende përfundon në deponi të Kosovës. Ka ndërmjet të dëmshmet apo jo? Janë definitivisht. Mirë po nuk shohim që ka iniciativa për punimin e tyre. Mandej kemi e përmenda aluminin dhe hekurin. Këto janë diçka e cila kolektohet edhe mandej dërgohen edhe jashtë për punim. Qelçi, gjithashtu ka disa aktivitete sporadike të cilat e përpunojnë qelçin, mirë po jo në masë të cilin do të prodhonte rezultat, kështu që edhe aty ka potencial për reciklim, dhe tekstili. Është një diçka që mendoj që ka nevojë për fokus shumë të madh. Për shkak se moda e shpejt është diçka në rritje, konsumi i madh i teshave, blerja, përkundër që nuk ka nevojë dikush, kjo është vetëm trend në rritje dhe mbetjet nga tekstili vetëm rriten. Ne si Kosovë nuk e kemi mendsinë e të blerit në shitore të dorës së dytë apo second hand shop. Ekzistojnë disa që janë shumë të mira dhe të cilat kanë edhe mision për të hyra të cilat i marrin, i çojnë për blerjen e produkteve të neonatologjisë, e një ndërto është Tesha Vesha, për shkak se edhe po e përmend me emër, për shkak se është organizat gjithashtu dhe ka një mision shumë të mirë. Edhe mund me thonë që për tekstilin ka disa nisma sporadike, mirë po që vedia nuk është ende aty, hala jemi te moda e shpejt dhe ajo se si dukemi në Instagram dhe në rrjetet sociale, duke mos mendu për ndikimin të cilin mund ta kenë edhe ngjyra të cilat përdoren në ato veshje në organizmin ton, për shkak se ajo absolutisht ndikojnë. Edhe mos flasim mandej që edhe ai ujë do derdhet dikon. Ato kimikate do të shkaktojnë diçka. Tani mos flasim edhe për vetë mbetjen si tesh e cila mund të hudhet në deponit generale të cilat i kemi ne. Thjesht jetosh është e vështirë. Kur e mendon kështu me këto gjitha detajet se si gjithçka që neve na duket e zakonshme mundet me pas ndikim shumë negativ në absolutisht. Është gjithçka prej mënyrës se domethënë ujin që e pim, a blejmë shishe apo e pim ujin nga qeshmja, mënyra se si shkojmë nga shtëpia në vendin e punës. Çka blejmë për me konsumu. Unë shumë shpesh kur shkoj në një shitore dhe isha të paketume, për shembull do karrota, mu zemra ndhem, për shkak se pse duhet me u paketu e tillë, kur mund është mi marë, 1, 2, 3, 4, sa më duhen edhe ti qesën kese, ose ti marrë në atë reusable bag, në çantën shumë përdorimshme, edhe mandej mi konsumu. Do më thënë, po për shkak që ai najloni aty i shkëlqen, doken më të mira, edhe është gjithçka është marketing. Do më thënë, edhe na po bim prej asaj. Një gjë që duna me përmend te pjesa e reciklimit, se nuk është problemi vetëm te individët dhe mënyra se si konsumohet, problemi fillon edhe në infrastrukturën që na ofrohet. Edhe reciklimi në qoftë se nuk incentivohet që të ndahet në burim, në qoftë se ne nuk i kemi mënyrën ose kolektimi kur vjen që sot do na marrë vetëm ato mbetjet organike, nesër vetëm plastikën dhe kartonin, ndërsa ditën tjetër qelçin. Unë për studime kam jetu jashtë, edhe mu më zhdasht 1 javë, 2 me mu stresu pak për mënyrën se qysh i menagjoj mbeturinat. Në Kosovë nuk kemi menagjim të mbeturinave dhe aty është problemi. Do me thënë, ne konsumojmë sasi sa dojmë dhe
pa kontrol, e për më tepër dhe i qesim gjitha në një vend. Kështu që shteti duhet që ta ndroj këtë dhe t'investohet që nga infrastruktura dhe më pastaj ne ta bëjmë ndarjen në burim në mënyrë që edhe riciklimi më pas tjetë shumë më i lehtë. Është të lashe kjo pjesa e përmendet, kemi zhvilluar kështu shumë intervista, pjesa e riciklimit edhe mbeturinave, po besoj shumë që në të ardhmen do të rregullohet. Po Rinora më intereson të pyes, ka modele të mira të vendeve që muj me ndjek, shembull qoftë në të Evropës, po edhe përtej që thjesht ta marrim kështu si mënyrë, ta imitojmë kur është e mirë, pse jo ta imitojmë, që mos të kemi kështu të lashe për me kriju diçka, po e vërtet. Vetëm ta kemi kështu që të bëhet më thjesht, se në fund fundit jemi popull i vogël, edhe shtet më i vogël se këto shtetet që janë më mëdha në Evropë. Po, ka modele, madje edhe ky termi ekonomisë qarkore është shpik në mënyrë që të promovohet reciklimi, për shkak se shihet si ekonomi në vete reciklimi dhe ka vende të cilat po tregohen kampion në një mënyrë. Kemi shembuj të mirë edhe në Malzi, kemi shembuj të mirë në Sloveni, kemi shembuj të mirë në Gjermani, e tutje deri në Lituani, Estoni e më lartë. S'po flas për Skandinavinë se kanë me dëmos. Unë vetë kam qenë gjithashtu pjesë e një programi në të cilin kemi shku në fabrika në të cilin përpunoheshin, do më thënë ndoheshin krejt mbetjet në bazë të llojet edhe ato mandej përpunoheshin. Është shumë shpesh mendohet që aty mundet me kundërmu era edhe nuk është ambient i pastër, jo. Standardet të cilat përdoren në fabrika të tilla janë shumë të larta, edhe procesi i larjes mbetjeve ndodhë në një mënyrë në të cilin kundërmimi as nuk lejohet. Në fakt në atë vend në Suedi që kanë qenë shumë shqiptarë duke punu në atë vend, kështu që më bën me kuptu që nuk është se nuk jemi të vedishëm, nuk është që nuk kemi qasje në informat, nuk është që edhe diaspora jone nuk punën në të tilla pikrisht. Do më thënë, ka dhe ekspert, vetëm nuk po e kemi vullnetin të ndryshojmë mënyrën e jetesës. Unë për Kosovën mendoj që ne mund të bëjmë një transformim radikal për shkak se kemi popullat të re. Për më tepër, qasja në internet është shumë e madhe, vetëm nuk po e përdorim për gjëra të cilat edhe dojmë. Do më thonë, fillon që nga informata të kuptuarit, aktivizmi, pse jo kthyer edhe në biznes i këtyre ideve, e deri te dikush në rolin edhe të hartuesit politikave. Në Institutin Atlas, të gjithë ata të cilët janë të interesuar mund të shkojnë edhe në rrjetet sociale në Facebook, edhe me pa edhe raportet që janë bërë për shtrejtimin e rrymës, për shkak se s'po na mjafton koha, po e lëm të hapur një mundësi për javën tjetër ose në ditët në vazhdim që ta flasim, se është një temë që ka me pas aktualitet sigurisht, edhe ndikimi që do të ketë edhe në shoqërinë tonë. Ne po të falenderojmë shumë që sot ishe pjesë e emisionit, edhe shpresoj që të jetë hera e parë për ju e fundit dhe të presim prapë. Faleminderit shumë për ftesën, me kënaqësi vim. Faleminderit shumë. Ndoshta ajo për me përfundu kështu deklaratën, tregon atë që na tha, kemi me pagu rrymë për borxhin që kemi. Në fakt, në vitin 2024, çmimi i energjisë e cila është importuar në Kosovë ka qenë shumë i lartë, edhe në një mënyrë kjo rritje që po propozohet edhe për shkak të energjisë që e kemi konsumu në vitin 2024 dhe për shkak se çmimi i energjisë, si çdo produkt tjetër, se energjia do të pasi produkt, është vetëm duke u shtrejtuar. Mirë, do të diskutojmë atë që tha Mediana herën tjetër dhe do flasim edhe për këtë temë, kështu që do flasim më gjerë. Faleminderit shumë. Faleminderit Rinora. Shkëputemi, dëgjojmë një pikë muzikore, kthehemi shpejt me bisedën e dytë.